Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi të kënë Allahu të zëvgjela të falenderojmë prej ti ndihme dhe fale kërkojmë. Salavatet i adërgujna Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Familjes e ti, shokëve të ti dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 46 me radhë që flas me rreth 40 haditheve të Imam Neveviut. Në fakt jemi në hadithin e 17. Dhe hadithi 17 vike prej Shaddad ibn Ausit radhiyallahu anhu që tha se ka thonë pejgamberi alsam inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Se Allahu ka urdhëruar mirësinë në çdo gjë. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Kur të vëretni me mirësi. Wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha. Kur të therrni kafshën, therrni me mirësi. Wal yuhid ahadukum shafaratahu falyurih dhabihata. Edhe ndonjëri për juve kur dëshiron ta therr kafshën e tij, le ta qetëson kafshën e tij në fillim dhe le ta përrejnë thikën e tij, ta përgatit më herët. Le ta përgatit thikën dhe le ta qetëson kafshën. Ndërsa na i folëm pak fjalë për Shaddad ibn Ausin në herën e kaluar dhe një kuptim të përgjithshëm të hadithit. Dhe tham se këtu të fjala ketebe na mund të nxjerrim prej hadithit se kaderet e Zotit janë të shënuara. Allah azza wa jalla ka bën një shkrim ka bën në Lauhi Mahfuz në librin e ruajtur mirë tek Allahu azza wa jalla 50000 vite para se me kriju tokën edhe qiellin 50000 vite. Sikur që shta pejgamberi sam kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard 1000 sana. Tha bi 50000 sana, tha pejgamberi sam që Allahu azza wa jall ja ka shkruar kaderet e njerëzve edhe të krijesave të krijesave para se me kriju tokën edhe qiellin për 50000 vite më radh. Thot wa arshuhu ala al-ma. Edhe tha pejgamberi në ato momente ose atëherë kur i shënoi froni Allahut ishte mbi ujë. Dhe nga që kjo fjala por kur tha se Allahu azza wa jall e ka shkruar, e ka urdhëruar. Fjala shkrim, këto është për qëllim shkrim shariatik, e përmenëm pak në herën e kaluar. Pastaj fjala kataba al-ihsana ala kulli shay. Allahu ka kërku mirësjellje në çdo gjë. Këta e përmendëm se mirësjellja në çdo gjë, dietarët e kanë përmendur se ka të bëjë në këtë hadithin krejt. Se kur tha kataba al-ihsana ala kulli shay, se Allahu ka shkruar mirësjellje, Allahu ka shkruar, Allahu ka urdhëruar, nëherë Allahu ka obliguar mirësjelljen në çdo gjë. Dhe kjo mirësjellje në çdo gjë i bike që me qenë i mirësjellshëm në ibadete ndaj Allahut ose me pas mirësjellje ndaj Allahut, mirësjellje ndaj shpirtit tënd edhe mirësjellje ndaj rrethit që të rrethon. Kjo është që Allahu e kërkoi. Ka kërkuar mirësjellje ndaj Allahut. Çka do të thotë ndaj Allahut? Ndaj Allahut do të thotë që me qenë i sjellshëm me Allahun. Fillimisht kur ti bësh ibadet Allahut, me pas mirësjellje, me qenë i sjellshëm në ibadetet, si namazin kur e bën, me qenë i sjellshëm namazin kur e bën ndaj Allahut, agjerimin kur e bën për Allahun, me qenë i sjellshëm. Ibadetet e tjera, sadakon kur e jep për Allahun, me qenë i sjellshëm. Dhe mu përpiq sa ma shumë që është e mundur, që të ekziston mundësia që ti veprat e tua mi avon mirësinë e tyre, mi bon kur ti bash për Allah veç për Allah. E keni pas vërejt që kam pas përmendur më herët, rastin e stënipit pejgamberit alayhis salam, stënipit pejgamberit alayhi salatu wassalam që ishte në Medinë. Dhe atë shumë i bante e dënte me bon për shkak sadakon, me pasë sjellje ndaj sjellje të veçantë të mirë ndaj Allahut azza wa jall, saqë i mbante mbi 100 familje. Stërnipi pejgamberit alayhis salam i mirëmbante mbi 100 familje në Medinë dhe asnjë për atyre familjeve nuk e dishin se ka po i vjen kjo mirëmbajtje. Sepse stërnipi pejgamberit alayhi as-salatu wassalam dënte me bë veprën veç për Allah, mja dhon hakun, me përsos, veç për Allahun azza. Kështu Allahu dën.
Edhe stenipi vike nota, ja u qej ke shka ko nevoj çdo familje prej mbi 100 familjeve. Ja qënte ushimet e tyre tek dera atyre, tinza notën, edhe nuk e di ke kush. Bili sa për informim, kënë pas menu disa se kjo është pak kopras. Kënë pas menu që kjo kopras një tru, a ndërsa ai ka mojnë mbi 100 familje se ka ditë kërkush. Se ka desht që shta pejgamberi Allahu ketebe l-ihsana ala kulli shay. Allahu ka kërku që me pos mirësjelljen çdo gjë, pika e parë me pos mirësjelljen ndaj ibadeteve tua që i ban për Allahun azza wa jall. Ai donte me bë këtë ibadet, se sadakaja është ibadet, donte me bë për Allahun azza wa jall dhe krejt ato familje se dike kërkush që ka po i vjen, se donte për Allah. Kështu Allahu don. Ndërsa kur vdeq i junal ky risk, kjo pjesë e riskut atyre, që i vike përmes tërnipit pejgamberit e selam. Junal. E ai që ka pasur, ata që kanë pasur gjenazën e tij, e kanë vërejt që në shpinën e tij kishte pasur vija të thesit, që i kanë ngarku vazhdimisht të ngarku e të bajtë të jaqut e dera mes me ditë. Që atëre kanë marrë vesh se kush ka konë ai që ja ka pru ushqimin. Se këta veç kur e kënë qelë derën e kënë po që një ushqim nuk të pitat e dera dhe për gjo. Se kanë ditë ka. Kjo të regon se kështu do të silemi të kemi mirësjellje të veçantë në ibadetet e tona ndaj Allahut azza wa jall. Ndaj Allahut. Shembull tjetër, po ta sjelli, kishte prej të parëve të tonë, gjeneratave të para po flas afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, ata të cilët ndoshta gjithë natën bëjshin ibadet. Namazin dojshin me bo për Allah. Gjithë natën bëjshin ibadet, e kur vike pak para kohës sa bojt, qëllimisht hishin pak u këtëshin edhe që demek i bjen si ku këmu qu, edhe sa që të tjeret kur e kënë po ato, që këtë gjithë natën pas ka flejt. Se atër të parët tonë, është konë këgja e rondë, me flejt gjithë natën, mos mu qu një tru për Allah, me i bon ibadet Allahot. A konë këgja e modhe. Ndërsa, se kanë lërsu shumë, të na më pak, shumë më pak, e vlerësojnë obligimet që kina. Namaz natës nuk është obligim, me gjithë ato kanë vlerësu shumë. Mi po kë për mos më vërejt, dikush për të parëve tonë, mos me i shku mendje dikush që kë, kur që është që të hap të i qel të krejt, me thonë, që ka folë natën. Se donë të veç për Allah me bon. Veç për Allah, mos mi thonë dikush që ka folë natën, atër një tru këtke, para se mi hi kosa bojt, tani u qëjke, që s'ka pas folë heq, se këti si ka interesu, këtë shka po thujnë. Po i ka interesu se qatë vepër që i banë, qatë ibadet që i banë, për Allah, me konë veç për Allah. Kjo nxjerrët në pjesën e hadithit kur tha ketebe Allahu l-ihsana ala kulli shay. Allahu ka shkruar mirësi në çdo gjë. E të parën me koni mirësjellshëm ndaj ibadeteve tua që i bën ndaj Allahut azza wa jall. Unë i përmenda pak si shembull. Tani ti halum me xherre, që thojnë të arabisht, graj me shembull që të ngjashëm. Pra Allahu don me i përkry. Mja von ihsanin, që she përmenda herën e kaluar, është me adhuru Allahun si kur ti e sheh, sepse edhe pse ti sheh, ai të sheh ty. Kjo është ihsani. E nëse kërkohet me pos ihsan, mirësi, ndaj dikujt, nishi është ndaj Allahut azza wa jall. Me pos mirësi edhe për mendimet e tua, me koni mirësjellshëm, me pos mirësjellje të mirë, edhe veç ndaj mendimeve tua ndaj Allahut azza wa jall. Mos me shkuna he ty mendja se Allahu ty është ka të banë zullum, runa zet. Mos me shku mendja që ti Allahu po i banë dikujt pa drejtësi, ose Allahu nuk po banë shumë mirësi ndaj meje, ose mendimit këshia që ka mund me të sjell qarini, shejtanin që e ki të vazhdueshëm që të ndjek, që mund me të sjell kësaj lloj mendime, por ti duhesh me largu sepse ke të bëj me një ibadet ndaj Allahut, krijuesit para të cilit na dolimi. Edhe këne me doli. Kjo pra është që nxjerrë prej hadithit, ketebe Allahu l-ihsana ala kulli shay. Po ihsan mirësi ndaj Allahut, po përfundon. Mirësi ndaj Allahut, mirësi ndaj vetes tënde dhe ndaj rrethit që të rrethon. Krejt që tu hin këtë hadith,
Se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, utitu jawami'il kalim. Më është dhënë fjalë përmbledhëse. Me pak fjalë ka fol këtu, po ai përmbledh krejt. E para që hin hadith, Allahu ka kërku me kon të mirësjellshëm ndaj Allahut po i bjen. Edhe me kon i mirësjellshëm ndaj vetes tënde. Çka i bjen ndaj vetes tënde? Me pas mirësjellje. Mos më thon unë që sikur që erdhën do persona tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, me thon që valla unë se di se po ndokot nuk më jam dha hakun ibadeteve, për shembull s'du mu martu hiç. S'po du mu martu. Pejgamberi ka çortu këta. E ka çortu këtë njeri, ha? E ka çortu kur i ka thonë që s'du mu martu, se tani më habit nusja, më habit tani, edhe unë du mu mirë me ibadet ndaj Allahut veç. Kjo është tash të portit ke mirësjellje ndaj Allahut. Tash mirësjellje ndaj vetes tënde, që kjo nuk është e kërkuar edhe e çortuar është nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tjetër jo, unë fatet veç du me agjeru, kur pa ndal. Unë du me agjeru veç pa ndal kur. As këton se ka pëlqy, mas shumti çka ja ka dhënë kulmin e krejtve, ja ka dhënë pejgamberi sa thot agjerimi më i mirë, agjerimi Davudit alayhi salam, që një ditë ka hangur, një ditë ka agjeru. Më shumë se kaq, çka çkësh, më shumë se çikash, vetëm se ke tepru. Pastaj edhe se në për shembull njëri thot, unë do më nejt kur hiç në jetë s'du me hongër as një lloj, as mishra s'du me ngron. Se sa mazaj po du më ka mu paraqit për Allahut se unë jam ibadetxhi i madh. Kjo është ju mirësjellje ndaj vetës tënde. Edhe kur përpiqesh tani ti me mujt fejen, atëherë feja të mund ty. Sikur që e tregojsha një rast praktik, pa emra pa kështu të tham, rast praktik që një prej djemve të rrethit të Lipjanit, kur unë e takova atë, dhe ai ish përpiq me mujt dinin islam. Ish përpiq me mujt edhe kish dalë prej dinit krejt. Kish dalë prej dinit edhe e pranej këtë që ka dalë, që është shafer, krejt. Thash ty s'di çka më thon, thash. Qështu në përfundesh në xhehenem pas ke me shku. Kështu që tash ti pas ke këshy me mujt dinin e dinit ka mujt ty. Ka përpiq me rëndu nefsin e vet, sa dini s'ka kërku. Sa feja nuk ka kërku. Kjo është me pos mirësjellje. Dhe ti halu me gjerë. Shkoj shembull çtu tani ban krahasime. Ky dini jon kërkon ti mos me tepru me pos mirësjellje ndaj Allahut, ndaj vetes tënde që pak e veç përmenda. Por hadithi tha ketebe l'ihsana ala kulli shay, e treta është me pos mirësjellje ndaj rrethit që të rrethon. Kjo mirësjellje ndaj rrethit që të rrethon është kategori. Është një mirësjellje ndaj një rrethi që të rrethon që është obligim. Mirësjellje obligim. Për shembull, e ki babën gjallë. Mirësjellja ndaj tij është obligim, s'është veç pëlqim. E qartë? Dallani, domethënë është obligim. E ki nënën gjallë, nënën e ki gjallë. Sjellja e mirë ndaj nënës është obligim. S'është nuk është e pëlqyer veç. Pastaj, e ki kojshin tënd. Sjellja e mirë ndaj kojshis tënd me kategori, por njëra prej tyne është obligim. Se pejgamberi na mësoi kur tha nuk ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit kush nuk sillet mirë me kojshin e tij. Pra, është obligim. Mirësjellja ndaj kojshis është obligim. Por bani tani ju krahasime, se për shkak minuta përpiqem me shkurtu me mbledh hadithin, ose janë disa lloj mirësjellje që e keni obligim. E janë disa mirësjellje që merr shpërblim shumë. Edhe për shembull tjetra që është obligim, sipas një mëdhëbi dhe plot ulema bashkëkohë që kanë konkluz, me pos një mirësjellje ndaj musafirit që të vjen. Kur vjen musafiri, me pos mirësjellje ndaj tij është obligim. Nuk është veç e pëlqyer, por është obligim. Dhe nëse atë mirësjellje musafirit në ditën e parë nuk ja ban, atëherë ke hin haram, gjuna ke bër, haram ke bon. Nëse ti veç rën këtë sekoti kur vjen musafiri në ditën e parë, dhe vjen dhe ty s'ti interesant për ta, as me pi si jepsen, as me ngran nuk i jepsen, as nuk sjellë, as nuk i flet, as nuk e shikon, as nuk e ndëgjon,
ai ka orë, ti më kia dërshetitesh, ai ka orë dhe krahasimis pe kthehemi prapë aty që kena fut do herë, ndërsa që kjo mirësjellje ndaj mysafirit në ditën e parë, sipas mëdhëbit Hambeli dhe shumë bashkëhorëve që më këto më saktën, është obligim kjo mirësjellje. Ndërsa kur të kalon dita e dytë, e treta, ai halet e ti, atëherë nuk sjellsh mirë, është mirë. Atëherë është e pëlqyer, ashi? Domethënë është mirë, a mund të parën është obligim. Pra janë disa mirësjellje ndaj rrethit që të rrethojnë janë obligim, disa janë të pëlqyera, këtu shkojnë me kategori, mi po me çka është kjo pjesën këtë të hadithit. Ndërsa tha hadithi tha, edhe kur të vritni, fa ahsinul qitle. Kur të vritni, banu i mirësjellshëm në vrasje. Edhe ti nëse në rastis, me luftu me armikun tënd, edhe në vrasje me pas mirësjellje. Jo me shku, e me sëptu, e me masakru. Sikur që kanë bënë të kundër armisht e shqiptarëve në përgjithësi, edhe ato çfarë po bojnë, edhe armisht e muslimanëve në përgjithësi. Kur po vjen masakrim, këto nuk janë fetarisht hiç, ndërsa edhe kur ta vritni tha, e vritni me mirësi, jo me. Ndërsa tha këtu hinte vrasja është hadithi për një pak fjalë ka po shumë zgjedh himit dal. Unë po du me mbledh mësat. Ndërsa gjithashtu tha, por edhe kafshën kur ta therrni, banut mirësjellshëm ndaj kafshës që e thirrni. Mos ja therrni, mos ja preni thikën përpara, por preni veç qetësoheni e pastaj e theni. Edhe kur ta therrni kafshën, bilem prej mirësisë është që mos me therrë në sy të kafshëve të tjera. Edhe ata që therrin kurbana asana, është prej mirësjelljes ndaj kafshës që tha hadithi këtu, kur ta therrni thënë me mirësjellje, është që kur ta therrni mos me therrë në sy të kafshës së tjetër. E as kur ta preni shpatën ose thikën me çka do që e preni, mos me po. Ndërsa janë disa kafshë mirësjellja është me i mbyt, vërtet. Mirësjellja është me i mbyt. Si për shembull një mini është mirësjellje me mbyt, akrepën është mirësjellje me mbyt, një qen i cili ha njerëz, i qartë që të nana, një qen i qartën, ai është mirësjellje me mbyt. Ta dim, dhe janë disa sene, disa akrepa, disa kurba sene, janë mirësjellje me mbyt, hadithit në zgjerim të madh, unë po du me përfundu me ka, se pasaj do më na shumë vite pa dorë për 20 haditheve. Inshallah herën tjetër, e fillojnë hadithin e 18 me radhë të haditheve të Imam Neveviut që kam mbledh, dhe i ka të bu. Na lusmi Allahun që këtë jetë e dobishme për neve dhe për juve. E lusmi Allahun të na falë, të na mëshiron dhe me pejgamberin xhenetën e takon të na bashkon. Walhamdulillahi rabbil alamin.